Ramës shpërndan parat e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, qytetarëve më të varfër në Europë, për kompani të paracaktuara prej saj apo të paracaktuara prej Edi Ramës. Dhe ju e dini, e kemi thënë edhe më parë, kategoria e njerëzve që i fshihen apo shkojnë në drejtim të paditur, si ka ikur zonja, është kategoria atyre që janë të ndërgjegjshëm që ka shkelur ligjin. Vetëm një person që e ka shkelur ligjin i fshihet kuvendit. Një person që nuk ka shkelur ligjin do duhet vi në komision. Dhe të dy zëvendësministrat, ju ishit dëshmitar, të pyetur se ku ndodhet ministra, na thanë, ajo ka punë, po ne nuk e dim ku është. Tani ku dy varësit e vetë nuk e din qa punë e ka ministra, shqiptarët besoj e marrin me mend, është mbyllur në zyrë dhe po paracakton se kuj do t'i jap tenderin e radhës. Zoti Bardhi, ju mendoni se mos prezenca e zonjës Balluku lidhet me frikën për ballafaqim me deputetët e opozitës, pra ajo u informua në kohë që mund të kishte një skenar nga ana e deputetëve të opozitës për të qenë pjesë ditën e sotme në mbledhje? Deputetët e opozitës kanë qenë në çdo mbledhje, ku në çdo komision. Deputetët që nuk janë pjesë e komisionit. Edhe deputetët që nuk janë. Zonjën Tabaku në këtë moment për shembull e keni në komisionin e bujqësisë, zotin ku nuk është antare. Zotin Kleviz Balliu e keni në një komision tjetër. Pra deputetët e opozitës i kanë bërë një shqyrtim të thelluar projekt buxhetit dhe sigurisht ku ka tema që janë në interes të qytetarëve, marrin pjesë. Ju e patë që ne nuk kishim asnjë skenar, ne kemi ardhur të përgatitur me projekt buxhetin, por detyrimi sipas rregullores, dhe unë juftoj ta lexoni rregullorin, jeni 80.1, detyrimi sipas rregullores është që projekt buxhetin e mbron ministri. Është i vetmi rast ku rregulloria në mënyrë urdhërore ka përcaktuar që do duhet të jetë ministri, pra personi përgjegjës politik, sepse fondet nuk po i jepen zëvendësministrave, nuk i përdorin zëvendësministrat. Fondet dhe politikën e ministrisë përkatëse dhe caktimit projekteve të investimeve është përgjegjësi politike e ministrit. Dhe një ministër që i fshihet kuvendit, tani ne e dim që është e pandehur. Ne e dim që për një javë ju fsheh edhe spakut. Po nuk mund t'i fshihet dot as kuvendit, as prokurorisë. Sot Shqipëria është i vetmi vend në rajon dhe në Europë që ka një zëvendës kryeministër dhe ministër që menaxhon 60% buxhetit shtetit të marrë të pandehur nga prokuria e posaçme për abuzim me detyrë. Nuk do gjeni në asnjë vend tjetër. Ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut, brenda 24 orësh është larguar ministri i përkatës. Vetëm në Shqipërinë e drejtuar nga Edi Rama, për shkak se e din që po rëshkiti Belinda e ka përdorë dhe e merr me vete, ndodh që zëvendës kryeministri të jetë një person që është marrë zyrtarisht i pandehur për abuzime me fondet publike. Zoti Bardhi, pas skandalit, po themi, të tunelit të Llogaras, ditën e djeshme në mbledhjen e zotit Berisha me krerët e degëve, ka patur një propozim nga njëri prej tyre, ku ka këshilluar deputetët që së bashku me familjarët e tyre të futen në grevurie. Ju e mbështesni këtë propozim? Besoj kjo nuk është konferenca e fundit për shtyp, sot ju do duhet jeni të shqetësuar që një zëvendës kryeministër, ministër që është marrë i pandehur, i fshihet kuvendit. Reagimi i opozitës është ky që ju pat, ne vim në komisionet parlamentare dhe në kuvendin e Shqipërisë për të shërbyer interesit publik. Nuk mund të ndodhë kurrë që një i pandehur që vazhdon të mbajë një pozicion të lartë publik, t'i fshihet llogaridhënies në kuvend.